Mirë se erdhët, përshëndetje. Po, themi shërbimet e mia si fillim, pastaj do kalojmë mirë tek parashikimi javor. Unë bëj 2 lidhje të drejtë për drejtë çdo javë, të hënë dhe të premte. Të hënave janë në lidhje me ciklin e hënës dhe të premteve janë në lidhje me parashikimin javor. Këto video mund t'i gjeni të nesërmen te kanali im YouTube-it, në përgjithësi ndaj dhe në shenja. Të gjitha këto parashikime si fillim flas njëherë në lidhje me ndikimet e përgjithshme, pastaj i marr të gjitha shenjat me radhë. Përtej këtyre kam edhe parashikjet e mia në televizione, duke filluar nga kjo javë, do t'i jenë 2 ditën e hënë, është tek Adysenini në orën 9, si gjithmonë, ndërkohë që menjëherë pas asaj do t'i jem edhe tek Report TV, do të bëjmë parashikimin javor me tek Top Channel çdo të premte. Përtej këtyre, të cilat janë shërbimet e mia për ju, pra janë për publikun dhe si redo janë pa pagesë, kam edhe shërbimet e mia të cilat janë me pagesë, pra janë konsulta personale, të cilat bëhen tek e tek për 1 me 1 dhe gjatë të cilave jap analizën e hartës, mund të gjejmë ascendentin tuaj ose orën e saktë të lindjes, nëse nuk e dini, mund të bëjmë analizën e lidhjes. Kjo nuk bëhet fjalë thjesht për lidhje sentimentale, mund të bëjmë edhe në lidhje me marrëdhëniet e biznesit, pra profesionale, ndërkohë që mund të bëjmë edhe parashikimin për të ardhmen. Shenja e dashit. Shenja e dashit gjatë kësaj jave, siç e vutre edhe ju, duke qenë se ka shumë vendosje te ky shenjë, detyrimisht e ndjejmë të gjithë atë presionin, por shenja e dashit, pra ju e ndini shumë më tepër, duke qenë se kemi Marsin të vendosur deri ditën e njëjtë, do ta kemi të vendosur tek shenja e peshqive. Kjo do të thënë që energjia juaj është vërtet me ulje ngritje të shumta. Kemi disa vendosje të cilat ju shtyn që të jeni shumë të përgjegjshëm, të fokusoni shumë tek puna, të mbani shumë peshë mbi kurrizmin, më të themi, por energjia mund mos ju mjaftojë gjatë kësaj jave. Pak më tepër, në qoftë se nuk jeni të vëmendshëm se si e përdoroni ose është përdoroni atë, detyrimisht mund të keni probleme të rëndësishme edhe tek shëndeti, duke qenë se gjatë gjithë kësaj jave do të testoheni në lidhje me këto tema. Detyrimisht edhe çfarë thash më përpara, që të jemi aktiv, që të bëjmë një farë sporti, pra është e këshillueshme. Por në këto momente më tepër se sa ajo, për ju është e rëndësishme që të ushqeheni ashtu siç duhet, pra të kontrolloni atë çfarë konsumoni. Gjatë gjithë javës në vazhdim kjo do të jetë primare, pra ndërkohë që gjithë ato gjërat e tjera mund të shkaktojnë dëme, kjo është shumë problematike nëse nuk merret parasysh. Prandaj edhe mënyra se si ushqeni, pra ajo çfarë konsumon, do të këshilloj që të jetë vërtet shumë e shëndetshme. Për sa i përket marrëdhënieve familjare, gjatë javës në vazhdim është problematike, sepse do të po krijon disa balanca të reja, sidomos në qoftë se familja juaj deri në këtë moment ka shkaktuar dëme ose keni pasur mosmarrëveshje, si rredo e fjalëve që mund të keni dëgjuar nga familja me partnerin ose partneren tuaj. Gjatë gjithë kësaj jave e gjitha kjo tematik do të jetë shumë e zjarrt. Prandaj dhe në qoftë se nuk jemi të kujdesshëm, mund të shkaktojmë dëme të rëndësishme vetes tonë, sepse do të na duhet një punë vërtet shumë e madhe për të rregulluar këto marrëdhënie. Në qoftë se ne jemi të vëmendshëm, të vetëdijshëm dhe mbajmë balanca të shëndetshme, e kemi shumë të thjeshtë të gjitha problemet që mund të dalin ti anashkalojmë. Por në qoftë se ne bjem pre e thashë themeve ose mbajmë hatrin e njërit apo të tjetrit dhe nuk jemi të shëndetshëm pra në qëndrimin tonë, vërtet që mund të shkaktojmë dëme. Pika ku ka një rritje vërtet shumë të madhe shenja e dashit gjatë gjithë kësaj jave është në lidhje me trajnimin ose në lidhje me zgjerimin e botë kuptimit të tij. Gjatë gjithë kësaj jave kemi një aftësi vërtet shumë të madhe që ta bëjmë këtë, duke filluar që nga dita e hënë madje, edhe pse dita e hënë është një ditë e vështirë për ju, nëse përdorni ashtu siç duhet, pra në vend që të fokusoheni tek dramat që po ekzistojnë në këtë moment brenda familjes, të fokusoheni se si mund të zgjeroheni, qoftë për punën, qoftë edhe ju vetë individualisht, është një nga javat më pozitive në këto aspekte. Pra balanca në shtëpi, dinamika të shëndetshme në shtëpi, aty ku duhet që të krijoni atë balancën ju merrni vetë në dorë, ndërkohë që për veten tuaj do t'ju këshilloj vërtet që të fokusoheni për të zgjeruar veten tuaj dhe për të shëruar anën tuaj shpirtërore, sepse kjo është një nga javat më pozitive në këtë aspekt. Okej, shenja e demit. Për shenjën e demit, java në vazhdim më duhet të them që i duhet pak a shumë të bëj akrobatin, por në qoftë se arrini që ta mbani të balancën, pra është javë shumë e
dobishme për ju, një javë në të cilën mund të keni një zhvillim vërtet shumë të madh. Zhvillimi në përgjithësi vjen drejt fundjavës, duke qenë se drejt fundjavës do të kemi një kënd pozitiv të Venusit që është i vendosur aktualisht tek ju me Jupiterin, i cili është planeti i fatit. Madje Jupiteri gjatë gjithë javës në vazhdim, i vetmi planet i cili ka këndë pozitive do të jetë Venusi. Prandaj dhe kjo ju shton juve fatin në mënyrë të dukshme. Pak më tepër çdo dy planete janë planete benefike, pra sjellin të mira në jetën tonë. Në përgjithësi këto të mira i vëmë re në të ardhurat materiale, i vëmë re sepse vlerësohemi ashtu siç duhet, edhe ne vlerësojmë veten ashtu siç duhet, edhe të tjerë na vlerësojnë po ashtu, dhe kemi një rritje për këtë arsye në efikasitetin tonë dhe mënyrën se si na perceptojnë të tjerë, duke qenë se është në një nivel shumë të lartë, pra na vlerësojnë shumë. Detyrimisht mund të kemi edhe një rritje në lidhje me karrierën, sepse tashmë e dim se cilat janë hapat që duhet të hedhim. Por siç e thash, duke qenë se mund të kemi vazhdimisht ndërhyrje nga jashtë, këto ndërhyrje në përgjithësi mund të jenë nga familjarët tanë, mund të jenë nga persona të cilat janë në rrethin tonë shoqëror, jo drejt për së drejti nga shoqëria jonë, mund të jenë edhe persona me të cilat ne kemi një farë partneriteti. Në qoftë se ne vetë jemi të kujdesshëm, detyrimisht të gjitha këto manipulime që po ndodhin rreth rrotullnesh e kemi të thjeshtë që t'ja anashkalojmë. Por në qoftë se vjen prej tyre, detyrimisht do të humbasim kohë. Në lidhje me shëndetin, shenja e dimit është e prekur në mënyrë të dukshme, duke qenë se Urani është i vendosur në këto momente tek ju dhe prek vërtet shumë pjesën e fytit dhe tiroidet. Prandaj të gjithë ata që kanë probleme me këtë pjesë duhet të jenë edhe më të kujdesshëm, por jo vetëm ata, të gjithë duhet të jemi të kujdesshëm me përsëris disa herë, sepse sistemi imunitar gjatë gjithë javë lodhet në mënyrë të dukshme. Përsa i përket çështjeve sentimentale, për shenjën e demit kjo javë është shumë pozitive, keni një mënyrë komunikimi vërtet shumë efikas. Prandaj, në qoftë se lidhjet tuaja deri në këto momente kanë qenë të lodhura për një arsye ose për një tjetër, ose nuk jeni në një lidhje, por dëshironi që të shprehni ndjenjat dikujt, ose ju ka shprehur ndjenjat dikush që ju nuk ishit shumë të sigurt, por tashmë keni marrë një farë vendimi pozitiv, është një javë shumë pozitive për të ndërtuar diçka. Por përsëris Jupiteri gjatë gjithë kësaj jave ju mbështet, dhe Jupiteri kur vjen puna për çështje sentimentale ka një ndikim vërtet shumë pozitiv, ndërkohë që është në kënd pozitiv me Venusin. Prandaj do t'i këshilloj vërtet që të shprehni atë çfarë ndjeni dhe mendoni. Është një nga javët më pozitive në këtë aspekt. Por përsëris disa herë sepse kështu është. Okej, ndërkohë që ditën e Mërkurit dhe të Intel, juve do t'i këshilloj që t'jeni disi më të kujdesshëm se gjithë njerëzit e tjerë. Kjo është më tepër në lidhje me shëndetin dhe po ashtu në qoftë se përballen me shkënjime nga ambienti që ju rrethon. Jo drejt për së drejti nga shoqëria, këtë për përsëris, po nga persona të cilët deri në këtë farë keni patur një farë investimi, pra qoftë kjo material, qoftë edhe të kohës, mund të keni një farë shkënjime, prandaj në qoftë se ju vetë përgatiteni pak a shumë shpirtërisht në lidhje me këto tema, do ta keni më të thjeshtë në momentet që ndodhen t'ia anashkaloni. Shenja e binjakëve. Për shenjën e binjakëve kjo javë është relativisht pozitive. Kemi ndikime pozitive të Mërkurit, është përshpejtuar në mënyrë të dukshme tashmë, dhe për ju kjo do të thënë një karrierë ose figurë, ju vetë krijoni një farë figurë autoriteti e cila respektohet në mënyrë të dukshme. Pak më tepër që jeni shumë më tepër efikas, që të perceptoni zgjidhjet e çdo problemi, pavarësisht gjitha problemeve që mund të ndodhin në këto momente, ju e dini shumë mirë se cilat janë hapat që duhet të dini. Kjo është diçka të cilën ja u ka mësuar këto 3 muaj që kaluan, sepse për shenjën e binjakëve kanë qenë një 3 muaj vërtet i vështirë. Gjithsesi, vazhdojmë që të jemi në një kënd pozitiv edhe pse të largët të Mërkurit me Jupiterin, dhe kjo domosdoshmërisht fillon që të shtojnë jetën tonë anët pozitive. Në qoftë se ne nuk jemi të shpërndarë, veç ky është kushti, duhet të jemi shumë të fokusuar tek ajo çfarë duhet të bëjmë, të vëmë disa qëllime vetes tonë dhe të organizohemi ose të programojmë në bazë të tyre në mënyrë që të mos të humbasim kohë me gjërat të cilat në të vërtetë nuk janë shumë të rëndësishme. Këtë po e them sepse gjatë gjithë javës në vazhdim kemi një impulsivitet shumë të lartë, dhe domosdoshmërisht edhe ju ndikoni nga kjo gjë, sidomos
Në qoftë se merrni propozime nga shoqëria juaj, do t'i këshilloj që ti mendoni disa herë përpara se të veproni në bazë të tyre. Këtu nuk bëhet fjalë thjesht për të investuar diku ose në lidhje me punën, bëhet fjalë edhe për të kaluar kohën, ndërkohë që për shembull nuk jeni të sigurt nëse keni kohë mjaftueshëm apo jo për të mbaruar një projekt që keni në dorë. Kjo është një nga javët që mund të bëhet shumë efikase, mjafton që përsëris jeni të planifikuar. Për sa i përket shëndetit, shenja e binjakëve në këtë moment është ndikuar. Këtë fundjavë kemi disi më problematike, ndërkohë që gjatë javës në vazhdim, pra këtë fundjavë ku bëhet fjalë për datën 4 dhe 5 prill, ndërkohë që duke filluar nga java tjetër është relativisht më thjesht. Edhe për ju do t'i këshilloj që të fillon të vini disa rutina të shëndetshme, ose më mirë të themi që të jeni më aktiv, por nuk do t'i këshilloj që ta sforconi veten tuaj, sepse sa më tepër ta sforconi, aq më negativisht do të ndikojeni në imunitetin tuaj, duke qenë se në këtë moment drejtuesi juaj është vendosur tek shenja e peshqve dhe gjithsesi energjia është e shpërndar, prandaj edhe çdo gjë me moderitet. Pra të jemi aktiv, po mos e teprojmë. Okej. Në lidhje me çështje sentimentale, kishte një ndikim shumë të fuqishëm nga Kjuhan e plot, që ishte në datën 2 prill, do t'i këshilloja që të dëgjonit videon që kam përgatitur në lidhje me të, e keni te kanali im YouTube-it. Shenja e gaforës. Shenja e gaforës gjatë gjithë kësaj jave ka ndikime shumë të fuqishme. Gjatë gjithë muajit prill në të vërtetë shenja e gaforës ka ndikime shumë të fuqishme, por kjo javë sidomos është shumë e rëndësishme. Duke qenë se kemi një kënd pozitiv të Marsit të vendosur tek shenja e peshqve me Uranin të vendosur tek shenja e Demit, të cilat të dyja këto kanë kënde pozitive me shenjën e gaforës. Pak më tepër që kemi edhe mbështetjen tashmë, edhe pse nga fundi i javës, të Venusit, i cili do të jetë në kënd pozitiv me Jupiterin. Kjo do të thonë që pothuajse të gjithë gurët janë vendosur në vendet e duhura në mënyrë që shenja e gaforës të fitojë. Puna është këtu se i duhet që të bëj atë sforcun e fundit dhe të jemi realist, mund të jemi pak të lodhur në këto momente dhe mund të mos kemi atë energjinë që na nevojitet për ta bërë këtë si gjë, ose mund na duket shumë e madhe si punë. Prandaj dhe këshilla ime do të ishte që thjesht ta ndajmë në pjesë. Të hedhim një hap, pastaj tjetrin, pra kjo është mënyra më e thjeshtë që unë të paktën di për ta zgjidhur këtë si problem. Ndërkohë që për sa i përket shëndetit, është e njëjta gjë që kam shprehur si të gjitha shenjat e tjera për pjesat e fytit apo pra laringu, komplet rrugët e frymarrës mund të jenë problematike, por për shenjën e gaforës kemi edhe një problem tjetër i cili është sistemi i tretës dhe mos stomaku, që javës në vazhdim mund të jetë vërtet problematik. Duke qenë se kemi disa kënde të vështira gjatë gjithë javës të hënës, që është drejtuesi i shenjës e gaforës, prandaj dhe në lidhje me shëndetin fizik, sidomos me atë çfarë konsumojmë, duhet jemi shumë të kujdesshëm. Për sa i përket çështjeve sentimentale, është një javë në të cilën mund të fillojmë që të vëmë ndryshime ose përpëlitje të reja, duke filluar nga dita e martë e tutje. Kjo do të ndjehet më tepër gjatë orëve të vona ose më thënë gjatë mbasdites e tutje, dhe do të vazhdojmë që ta ndjejmë këtë si lloj ndikimi ose ndryshimi gjatë gjithë javës në vazhdim. Duke qenë se Venusi do të fillojë që të ketë këndë pozitive edhe me Jupiterin për përsërisje edhe një herë, kjo mund të thotë edhe shpërthime të situatave ku mund të lindi dashuri ose situata në të cilat mund të shpërthejë dashuria. Këto në përgjithësi do të vinë nëpërmjet shoqërisë ose në rrethin tonë shoqëror, mund të kemi prezantime të tilla. Gjithsesi në përgjithësi, në lidhje me çështjet sentimentale, është në një periudhë shumë të favorizuar në këtë moment të shenjës së gaforës, prandaj do t'i këshilloj që t'i vëzhgonit edhe një herë të gjithë personat që keni rreth rrotull me syrin kritik, pra ato që janë prezantuar në këtë pikpamje. Për sa i përket lidhjeve aktuale, jemi më realist dhe nuk është se japim më shumë sa të teprojmë, më të themi, jemi shumë të balancuar në këtë pikë. Pjesa që duhet jemi vërtet shumë të kujdesshëm është në marrëdhëniet që kemi me familjarët tanë dhe në marrëdhëniet që kemi me punën, sepse me punën gjatë kësaj jave mund të teprojmë vërtet shumë dhe të lëmë pas dore familjarët tanë dhe partnerët tanë, për gjithë ata që janë në një lidhje. Ndërkohë që në qoftë se çdo gjë e bëjmë të balancuar, e kemi shumë më të thjeshtë edhe të avancojmë në karrierë, po ashtu edhe të mirëmbajmë dhe të jemi madje të shumë të lumtur me brenda lidhjeve tona.
Shenja e luanit, vazhdojmë që t'jemi me diellin të vendosur tek shenja e dashit, por në këto momente ka një kënd negativ me Jupiterin që është vendosur tek subkonsciencia jonë. Prandaj dhe energjia jonë gjithmonë sfidohet nga realiteti. Kjo është edhe arsye që mund të kemi një tension vërtet shumë të madh në këto momente. Kjo mund të prek në mënyrë të dukshme si sistemin tonë nervor, në mënyrë figurative dhe literale, pra mund të kemi probleme të rëndësishme sepse mund të ndiejmë dhimbje komplet në trupin tonë, sidomos te pjesë e kokës, dhe nga ana tjetër mund të ndijmë një ngarkesë vërtet shumë të madhe. Kjo normalisht e kemi të thjesht ta tejkalojmë në qoftë se qëndrojmë pak të qetë dhe shikojmë realitetin ashtu siç është, pra atëherë kuptojmë që gjithaj tensioni që mund të ndijmë mund të jenë disi artificial, sepse mund të kemi parë armiqësi aty ku nuk duhet të ishim. Por nga ana tjetër, në qoftë se përballemi me armiqësi të vërteta me persona të cilët po mundojnë vërtet që na bëjnë keq, këshillja ime do të ishte që të jemi vërtet të qetë dhe të fillojmë dhe të ndërtojmë një rrugë e cila është larg në situatave dhe personave të tillë. Pse e them këtë? Sepse në këto momente kemi një aftësi vërtet shumë të madhe për të bërë këtë. Duke filluar që nga dita e hënë, do të na dalin përpara mundësi për të shtruar një rrugë të re, sepse jemi shumë më tepër kreativ në këto momente. Kemi një trekëndër zjarri për ju ditën e hënë, e cili mund të bëhet vërtet shumë pozitiv, ose mund ta përdorni në mënyrë shumë efikase për të filluar diçka të re, ose për të djegur pak a shumë gjitha pengesat që ju kanë dalë përpara deri në këto momente. Por e përsëris mjafton që t'jeni pak më të qetë dhe të merrni masa në bazë të situatave që po ju ndodhin në këto momente. Për sa i përket çështjeve sentimentale, sidomos në lidhjet afatgjata, gjatë kësaj jave mund të vëmë re ndryshime pozitive. Duhet jemi më gjak ftohtë, sepse kemi një tension të lartë siç e përmenda, por në të vërtetë thjesht në qoftë se i lejojmë, këto janë marrëdhënie të cilat ne mund të na mbështesin më shumë dhe marrëdhënie tek të cilat ne mund të shplodhemi. Ndërkohë që për sa i përket fillimeve të reja, është një javë pozitive, më tepër se për çështje sentimentale, veç edhe nuk po them që se kemi këtë mundësi, do t'ju këshilloj që të ta përdorni për të kryer burime për të ardhurat materiale, pra për të kryer projekte të reja, sepse kjo është një nga javët më pozitive ose më efikase në lidhje me këtë temë. Karriera vjen pak çuditshëm gjatë kësaj jave, nuk mund të them që s'keni fat, është thjesht se duhet jeni shumë të përmbajtur dhe të mos reagoni në mënyrë impulsive në qoftë se del një problem. Shenja e Virgjëreshës gjatë gjithë javës në vazhdim ka ndryshime të shumta. Pothuajse çdo ditë do të jetë pak a shumë si një muaj, prandaj dhe mund të bëhet pak e lodhshme. Në këtë moment për shenjën e Virgjëreshës, kushti më i rëndësishëm është që të jemi shumë të vëmendshëm për atë çfarë ndodh në trupin tonë. Sidomos në qoftë se kemi probleme të cilat i kemi të vazhdueshme, do t'ju këshilloj që t'i merrni parasysh dhe në qoftë se është e nevojshme të shkoni edhe një herë të bëni vizita te doktori. Java në vazhdim mund të jetë një javë në të cilën mund të gjeni edhe zgjidhje, por nga ana tjetër, në qoftë se nuk jeni të vëmendshëm, mund të shkaktojë edhe dëme të rëndësishme në lidhje me shëndetin fizik. Prandaj dhe detyrimisht këshilla është të jemi të kujdesshëm. Për sa i përket zhvillimeve në karrierë, janë me kusht nga marrëdhëniet që keni me familjen tuaj, duke qenë se në qoftë se marrëdhëniet familjare janë të shëndetshme, duke filluar që nga dita e hënë tutje mund të vini një re që keni një avancim vërtet shumë të madh. Ndërkohë që në qoftë se lidhjet familjare janë problematike, duke qenë se do t'ju duhet që të harxhoni një kohë vërtet shumë të madhe këtu dhe do të kërkoni një farë pasigurie, e keni të vështirë që të avanconi në karrierë ose të hidhni hapa të cilat mund t'ju çojnë përpara. Si redoj, është vërtet në vartësi të marrëdhënieve tuaja së mënyrës se si trajtoni këtë çështje, nëse do të keni avancim në lidhje me të ardhurat materiale ose jo. Gjithsesi, dita e mërkurë dhe e njëjtë mund të thotë edhe përgjigje për sa i përket temave që janë në çështje gjyqësore apo në lidhje me ndarjen e pronave, e njëjta është e vlefshme edhe në lidhje me kredit. Për të gjithë personat që në këto momente dëshirojnë që të bëjnë një investim, sidomos jashtë shtetit, ose udhëtim apo trajnim i cili ka të bëjë me jashtë shtetit, java në vazhdim mund të jetë një javë pozitive, por do t'ju këshilloja që të prisnit të paktën ditën e njëjtë për të vepruar. Deri në atë datë do t'ju këshilloj që të përshkonit mirë situatën dhe të hiqni nga rruga juaj të gjitha pengesat që mund të jenë, ose ta rishikoni edhe një herë sepse vërtet që mund të keni ngjyra të cilat nuk mund të kenë shkarë nga syt.
por përsëris duke qenë se është diçka që është jashtë shtetit, detyrimisht do të jemi edhe më të vëmendshëm. Për sa përket çështjeve sentimentale, lidhjeve të reja, në këto momente shenja e birgjëreshës, duke qenë se ka një vetëvlerësim të ri, por i percepton edhe një vlerën e saj, nuk mund të them që është negative, më duhet të them që duhet jeni të vëmendshëm dhe të merrni gjërat me moderitet. Pra gjithçka mund të bëhet, mjafton që ne të jemi pak më të qetë dhe të mundojmë ta shikojmë realitetin ashtu siç është, pra, dhe pritshmëritë t'i rregullojmë në bazë të kësaj. Por për lidhjet afatgjata është një javë pozitive, këtë më duhet ta nënvizoj. Emri i kanalit YouTube-it është Astrologe Denisa Shyli, është i njëjti emër tek të gjitha platformat e mia, nuk ka asnjë ndryshim, e bëra në këtë mënyrë që të jetë thjesht për të gjetur. Nëse dëshironi, mund të bëni follow, pra mund ta ndiqni atë si kanal, të abonoheni dhe nëse edhe dëshironi mund të merrni edhe mesazhet në momentin që unë nxjerr videot e mia të reja. Faleminderit të gjithëve që morët pjesë dhe shihemi përsëri në lidhjen e radhës që do të jetë ditën e hënë. Kafshim.